Çajistat e mi të dashur, po takohemi nga emisioni Një çaj për shtëpisë dhe jam shumë i lumtur që jemi edhe sot bashkë. Po bëhemi viral, po pëlqemi çdo ditë në orën 17 unë pranë jush. Sot do t'jetë emision tepër special dhe shumë i bukur sepse studion time ka nderuar një artist prestigjos që punon, po na sjellën hite, po na sjellën këngë, po na sjellën vepra gjë të cilën po e bëri edhe pardje, do të thënë dje ka bërë videoklipin, së shpejti do del në treg, ju do të thoni kush është ky këngëtar kaq i veçantë. Ky këngëtar kaq i veçantë është nga Gjakova me origjinë, por ai është i të gjithë shqiptarëve, ai jeton në të gjithë vendet shqiptare. Kam nderin dhe kënaqësi që pranë meje sot të më nderon nga Kosova në Tetovi Madhi Daim Lala. Unë të quajta të madh sepse po them, po bën namin YouTube, rekord, Facebook, Instagram. Faleminderit shumë që jeni në studio. Faleminderit dhe për ju Veroni dhe e përshëndes emisionin Top Estradës, ju uroj suksese dhe gjitha të mira dhe faleminderit për ato fjalë të bukura që i dha sepse e të probë pak po. Jo, lutem shumë ti e meriton. Faleminderit shumë për ftesën dhe ju uroj suksese dhe punë të mirë sepse e meritoni. E para njëherë që mysafirët apo shikuesit, mysafirët jemi bërë si ndasma ne, shikuesit pyesin thonë, po si ri ky Daimi gjithmonë kështu i ri, a ka ndonjë hall ky, a ka ndonjë stres? Do të shohin njerëzit gjithë happy, pozitiv, në përkëngë gjithë adrenalin. Si është Daimi në jetën e përditshme? Po i kam edhe ato të lashët e mia, edhe unë problemet e mia, po besoj që buzëqeshja nuk kushton asgjë. Domethënë ta dujmë njënitetin të buzëqeshemi, e vetmja armë është buzëqeshja për më dikam. A be pin çajin? Po. Hajde. Hajde gëzuar për çaj. Sot unë të gjithë mysafirët se na u derdhi çik çaj këtu, po na e kapin kamera, po aty ku ka thon derdhet. Një fjalë e vjetër. Pra unë e kam si tradit mysafirët i qeras me çaj dhe ne me çaj sot do e bëjmë gëzuar. Unë besoj që ti e pin çajin. Ja dhuros. Pasi që edhe Gjakova ka tradit? Po, e pim edhe ne çaj, jo çaj shumë, po e përdorim edhe ne. Daim, nga Gjakova unë e di shumë mirë që ka talent, njihet për mikpritjen e saj, njihet për traditën, kulturën. Ku e zbuloi Daim Lala për herë të parë talentin e tij, sepse edhe të sfidosh me publikun, forma që ke dalë ti. Ti që në ditën e parë që ke dalë unë e mbaj mend shumë mirë na ke ardhur me ca filma, aktor. Pastaj këngë, gjithmonë atmosferik, gjithmonë ke qenë tipi që ke thyer ato barikadat, do të thënë gjithmonë ke qenë sfidues. Foli çik për vete se Tetova aty të do shumë. Allah du edhe unë Tetovën. Jo veç Tetova, ne ndiqemi kudo në vendet shqiptare në Maqedoni. Kudo që në gjithë shqiptarët i du pa fund, pa hile dhe këndoj gjithmonë me zemrën e hinxhin. Edhe unë kur e bëra publike që Daim Lala duhet në emision, do me thënë ishin ato djegësit e mi që thonin Daim Lala, po ne atë duam shumë, ai nuk është shumë aktiv në mediat në Maqedoni, thash po për atë arsye dhe unë e bëra këtë emision që t'ua sjell sa më shumë ti shihni. Si jam fort aty sepse kam punë tjera që më marr, por për respektin që kam ndaj zotëria Rifit dhe teje, faleminderit. Gjithë shef. Unë kam filluar nga mosha 15 vjeçar, kurse tash djalimi ka 10 vjet i tha. Edhe isha në një restoran duke kënduar, në atë kohë ka qenë Ruliza, ndjeri Haki Hulaj, i cili kishte shumë besim në mua dhe i cili ka bërë shumë për mua. Pastaj pas aty ne kam dalë me shtëpinë e madhe muzikore Vizioni Libonia, i cili më tash 20 vite jam me ta, jam pjesëtar i familjes. 20 vite? Po. Jo veç bashkëpunëtor me ta dhe pjesëtar i familjes tyve me Shaban Rexhepin dhe Shqipdan Rexhepin, dhe gjithë familjen Rexhepi. Edhe ndina shumë mirë me ta, jam një pjesëtar i familjes, nuk e shoh si bashkëpunëtor. Vetëm 20 vite nënkuptojmë për të gjithë ato artistët e rinj që ndjekin artistët e mëdhej, siç jeni juve tashim, domethënë Daim Lala apo Shyrete Beluli apo Shkurte Feza, domethënë janë ai niveli që neve krenohemi si shqiptar, që ju na përfaqësoni kombin ton, edhe kur mendosh 20 vite sa ke kontribuar ti. Sa të ka kushtuar ti e gjithë kjo karrierë, sa lodhja, ka pat në një moment ku ti ke thënë unë jam lodhme dhe s'do merrem me muzikë. A ka pat dështime? Shumë pyetje se klashëm. Tani të dalimi çik nga ajo backgroundi, domethënë, ta shohim muzikën në një pjesë tjetër. Nuk është lehtë. Ta them realitetin, nuk është lehtë me mbijetu 20 vjet dhe me metë, s'po them në kumrin, po aty në mesëm ku duhet me qenë, duhet sakrificë e madhe, duhet punë e madhe dhe gjithmonë e kam bërë punën me zemër asnjëherë, edhe kur jam dëshpëru, edhe kur jam lodh, e kam marrë energjinë dhe ja kom nis me kesh, thonë jo duhet me bë sepse publiku kudo që janë më japin shumë dashni dhe nuk du ndje vjetën mos me ndalu muzikën ose me smeknu, mes me bëm duke që kam tradhtu ata. Përderisa më ka shkruaj lumi i Zot, do të vazhdoj, veç o sakrificë e madhe shumë.
vërtet është sakrificë e madhe, por besoj që ka pat edhe momente të vështira. Cilin moment më të vështirë do e ndaje për publikun tim? Oh. Para se të qeshim. Kam pas disa momente të vështira gjatë fillimit karierës teme kur njerëz nuk me kanë përkra, kur sot ata që s'me kanë përkra bojnë duet me mu dhe knojnë me mu edhe. Do të thënë kjo i bie që ti theve çdo sfidë, çdo barikad. Po më besoj se çdo të ri që ka pas sukses e ka thyr sfidën e vet, se është krenari kur ti e don një artist nga fëmëria dhe tani e sjell një projekt me tash kënaqësi e madhe. Domethënë gjithat mundi që kumboj ditë Zotit ta ka shpërblyer dhe ja falënderoj Zotit, këtu jam sot. Çdo të thotë ti je i famshëm. Oh, s'jam i famshëm na. Ajo fjalë e famshëm të na s'ka. Unë besoj që në Kosovë, Maqedoni, Shqipëni famshëm është fjalë. Përderisa unë dal me një restorant ha pasol, ha sene, nuk jemi të famshëm. Famshëm ata në Amerikë që mushin stadionin ka 50.000, 100.000, 200.000 vet, si vjen famshëm. Do me thënë edhe ti ham pasulin, sepse neve njerëzit të famshëm i mendojmë gjithmonë në atë jetën e luksit, në atë jetën. Kemi jetën normale, po Gjithmonë aty te fasuli. A ka më mirë, hajtë dërgo ka më mirë se fasuli. S'ka për zotin të kënaq. Pite, burek, s'ka. A je lodh nga udhëtimet? Udhëtimet më lodhin shumë, sepse i kam datat shumë të ngarkuara tash për 8 marsin je në çfarë vend je? E pash në status në me Facebook. datën 5 jam në Lucern, me datën 6 jam në Francë, me datën 11 jam në Gjermani, me datën 12 jam në Itali, me datën 13 jam është super turne. Shqiptar zot, i pa ndoshta në story. Po, i kam parë në Facebook edhe në Instagram sepse ke shumë ndjekës. Dhe kështu që ato të cilët janë ne ndiqemi kudo nëpër Evropë, ato që duan ta dëgjojnë Daimin dhe dihet atmosfera që bën, i tregoj, por i shihni edhe në rrjetet sociale. Faleminderit shumë. Daim vishe shumë, gjithmonë në skena si kushton shumë rëndësi, gjë e cila mua më ka është dashur ta pres gjysmore Daimin që të bëhet gati për të dalë në emision. Po jemi mos kallza kret tash. Jo, tash i do nxjerrim gjitha. Do të thënë shumë i kushton vëmendje vetes. Përpos se trupi është gjithmonë, unë nuk ma merr mendja që bën palestër. Jo, bëj pak sport. Duhet t'jesh dembel në atë drejtim. Jam pak dembel se kam që me hongër shumë sidomos natën, ashtu. Kur është ora që han natën më shumë? Po kam pas një kohë, kur çështja 1-2 natës apo do në hotel apo do chips, do çka dush. Cili është ushqimi më i preferuar, ma thuaj? Specara të mbushur me mish, që shme banë nona jave. Por emisionin sot unë dua ta bëj çik më të veçantë. Unë asnjëherë nuk e kam bërë në emision këtë, mund ta quajmë tip surprize. Por unë dua që pasi kemi telefonat mbi tavolinë, të surprizojmë njeriu tënd më të dashur të zemrës. Më thuaj, kë e do ti më shumë një herë para e punës? Kë e do? Nanën teme, kam me dash tjetër. Nanën, e tani për hatër, fiks, ajo është që të gjithë e duan. Për hatër të emisionit, ti do i bësh telefon, po do i bësh me speaker, që ta kapën edhe mikrofoni, edhe do bisedosh me mamin. Pastaj do ma japësh telefonin mua, unë dua të bëj mamit një pyetje, rreth teje. Bëj tash i telefon, shpresoj të na hapën mamin, ndoshta është edhe duke fjetur, ne nuk e dim, varet se si do hapën telefonin, por të mbetet surprizë. Mami jeton në? Në Zvicër. Në Zvicër, o. E ku flet për to pa kam emocione. S'ka gjë. Afro pak më afër mikrofonit. Po. Alo? Alo, mam, Daimi jam, qa o ban? Qa e mam, për A je mirë shpirt jam? Mirë, ti? Shumë mirë. Ku je? Ja, je mirë. Mirë, ku je ti? Në shtëpi jam. Mam, unë jam një mision. Të jam mamit çfarë ndjen për mamin dhe dashurinë tënde. Edhe më tha Roni, moderatori, më tha, thirrë një person që e do më shumë ti. Unë e thirr aty shpirt jam. Këtë sen ta kam thonë çdo ditë je njeri më i rëndësishëm për mua dhe faleminderit gjithçka që ki bo për mua, nona jam, du pafund. Shpirt jam. Faleminderit shumë për thirrje. Ti je zemra jeme, shpirti jam, të dua shumë. Nana për çdo gjë bën sakrifica për ty e për tonë. Faleminderit shpirt jam. Që po të jap moderatori se po do më të vetë diçka. Që vetëm një sekond. Ornani. Përshëndetje mami Daimit. Përshëndetje edhe juve. Unë e kam në emision djalin tuaj dhe njëherë pika parë jeni familja më krenare që keni rrit dhe kemi një djal i cili na kontribon në muzikën tonë.
Dhe pyetja e dytë që unë dua t'ju a bëj juve është më thuaj si ka qenë Daimi i vogël. Ishte problematik apo ishte djali i urtë? Daimi, kur ka lind, ka qenë fëmijë shumë i respektuar, tu rritu bo pak ma i rritshëm. Me lazdrum. Problem, se ku fëmija i parë që lazdrohet që ashtu kemi lazdru tanë, si nana, si vjera, si baba, si tanë. A do ma japësh fjallën që ti edhe Daimi së shpejti do jeni pjesë e emisionit tim? Po, do ta japi fjallën. Unë të falenderoj shumë, edhe falenderoj shumë që e hape telefonin për këtë surpriz. Unë do vazhdoj befasin më shumë me Daimin, do vazhdojmë bisedën më shumë, ndërsa juve vetëm na ndiqni. Falenderit shumë, ju përshëndesim nga studio. Faleminderit për thirrje, ju bëj respekt. Falemderit shumë. Të dashur miq, ishim me nënën e Daimit, ishte një surprizë rreth mamit të Daimit. Daim, familje shumë e dashur. Unë e pash që Daim u emocionua, u mbush me lot. Vërtet nëna është gjë e çmuar. Edhe unë jam 100% i bindur se ajo ka sakrifikuar pafund që ti të arrish tu ku je. Se mbështetja e parë ka qenë nga ajo. Si përshkruan ti fëmirin tënde në ç'kornis? Kam qenë një fëmijë bajag i dreshtojnë të në. Kam bë shumë probleme, kam bë, po në fund ata pleshton kanë thonë, kur kanë po një fëmijë që ka qenë pak i halit, ka thonë kuj ka më bëhet gjithë men, edhe besoj që më kanë mush pak men, edhe njeri stabilizohet. Jo pak po shumë. E sa fëmijë jeni? Ne jemi, kam edhe 3 vazhdim me mu 4. Cili ka qenë muzikanti i shtëpisë tuaj, përveç teje? Ka qenë gjyshja ime, domethënë. Gjyshja? Po gjyshja ka qenë defatore, shumë e njohur, Tona dhe Ziza kanë qenë në Gjakov. Dhe për vllazërit mia askush, vetëm unë. Pastaj që ndoqë ti rrugën. Ndoqë unë. Cila është kënga jote që ta dha suksesin? Kom pas një këngë shumë e lehtë është më dashuru. Çfarë do kishte kënduar live për mua në emision? Për ty në emision? Unë kam qef një këngë të Daimit, që shpresoj të ma vlerëson dëshirën, ajo kënga Xhelozoj. Se ku t'ja ka kushtuar atë këngën, nuk e di, po... Se kam shkruar, ka shkruar Suzana Fazliu, se kam shkruar. Pastaj kënga tjetër është balada më e bukur qëndrore, që unë e kam shumë qef, për pos Xhelozoj, por njëherë do ma këntosh Xhelozoj, pastaj do t'ja kërkoj baladën tjetër. Si po mbushen me lot, edhe shpirti po me mu, edhe pse nuk muj me t'pas, nuk po muj pa gjelozu. Gjelozoj s'munesh me ndalu, gjelozoj kur s'je me mu, gjelozoj po më plas zemra, kur e di që s'je jemja. Edhe pastaj tuni që po e ndryshon zonin. Ja, bio, i njëjti vokal. Ku e merr gjithë energji, më valla, ku e merr gjithë energji? I lumi Zot më, pasha Zotën. Unë e di që ti këndon shumë lart, për ato muzikologët që e din se çfarë janë notat, domethënë ti te i kalon limitet. Ja, jo bash limitet, ama diku afër atë. Çfarë do po. Kemi projekte të reja, ju tani jeni me djalin tuaj duke punuar një këngë. Unë e ceka edhe në fillim. Na foli çik më shumë rreth kësaj këngës, si lindi ideja, kush ishte njeriu që shpreu mendimin. Po këtë ide ka pas Shaban Rexhepi me Raman Kryezion, që e përshëndes të dytë. Me Sonin kemi pas më të ide me bëni këngë bashk, po nuk e gjeshim kohën edhe temën e saktë. Soni ka ardhur premte dhe kemi mbaruar dje xhirimet e klipit, i cili kënga quhet Tezja jame. Pse fiks Tezja? Po kemi bërë se Soni ka 10 vjet dhe është një temë pak që duhet, unë besoj që e vetmi person që zaventson nonën është Tezja, dhe edhe erën e ka si nona. Domethënë kemi bërë një temë të tillë, me datën 6 mars do të publikohet. Shpresoj që do të pëlqejë dhe ne kemi bërë tash edhe ty pa këngën e parë ti edhe klipin e parë. Patjetër, kënga ishte shumë e bukur, më sa unë e pash. Po, edhe shpresoj që të pëlqejë. Suksesin e ke të garantuar Daim, sepse çdo këngë që e bën kanë tematik, çdo këngë që e bën ka një mesazh dhe nga këngët e tua ne kemi marrë shumë mesazhe. Ti jemi sinqert. Jam menduar që të sjellë një realitet dhe mos bëj këngë shkelë shkollë. Ç'kjo është. Por shikuesit e mi thonë, po pyete pse nuk e pyete, po unë ja tash i do e pyes. Tash i do e pyes. A beson për shembull Daimin në dashuri me shikim të parë? Se na ke nxjerrë ca këngë shumë e letësh me u dashurue. Si qëndron Daimi me këtë punën e dashurisë? Apo thjesht no comment?
Çka është ajo? Se di ç'a është ajo. Dashuria është një gjë që kështu domethënë, ca ndjesi, ca gjëna kështu, ca flutura në bark. Besoj që sot në kohën e sotit ka pak dashuri dhe më shumë interes. Me thonë ka hub fjala dashuri edhe pse ndo vene. Nuk isha se kështu, po ta them realitetin. A ka më mirë që me dash një njeri si vetin, s'ka, po jemi në kohë shumë të vështirë. Unë më lej kështu, nashta Ikën përgjigjes të dashur shikues, ikën inteligjent. Nuk qëndron aty besnik tek përgjigja ime. Domethënë s'kemi asgjë ekskluzive, kaq. Me këtë përgjigje morëm që s'kemi asgjë. Pse po shoh Nastin ai sana? Jo, asgjë. Po shoh Te Naza unë shoh një orë aty shumë interesante. Ora mirë është. Flasim kështu detali çik. Në pazar. Në pazar, po. Pazar. E dukshme. E dukshme që nga pazari. Pazar. Vathtin e ke pat gjithmonë. Ja. Vath dhe i kam 2, edhe këtë e kam Barca? që, po, kam që thuje ma shumë që edhe 12 vite. Ç'kuptim kanë këto? E cila kongë ke tjetër tha që Ma thuj kuptimin e Varcës. Ja ku doli dashuria, në 10 vite dashuri, mund ta kuptoni. Ma thuj pak atë kongë, cila kongë ke tjetër vallata që Gjëre këngët i fol për Varcën. Jo, me i du që janë të bukra, Normalisht është i dhëm pas aksesorëve, kaq. Jo më shumë. Për të ta. Cili është udhëtimi që do ta veçoje? Tash s'do të bëjmë gjithmonë adrenalin. Udhëtimi më i mirë jetës time ka qenë kur mbas 6 muajve kum pa djalin tim Sonin. Edhe ka qenë diçka jashtëmase, shumë e mirë. Pse pas 6 muajsh? Pse ashtu ishit të rrethonat ishin, edhe Je i lidhur shumë me Sonin? po, në kësaj më shumë. Moment emocional. Unë nuk dua që të kthehemi në lot, por kur flasish për fëmijët, gjithmonë lotët janë ato të cilat na ngushëllojnë. Çdo të thotë Soni për ty? Gjithçka. Çfarë ka trashëguar Soni nga ty? Soni nga unë e ka karakterin tem gjithmonë i buzëqeshën, i dashur. Kënon më mirë si unë për 10 vjet që i ka. Unë kohën e tina ku lujt me lodra, ajo është shumë një djalë i veçantë, është shumë i ngushëm, i respektuar, i dashur për gjithë ata që e njohin. Cila ka qenë surpriza më e bukur që ja ke bërë Sonit? Thaj ke babi kam qenë vesh njerë ta shotet në gjyll. Po. Edhe marr Osmanin telefonin tha ma bon kështu thot po pa ditër thot po shkoj te një restorant hajde do të dhe pim kafe. Edhe ja kom bë Sonit nuk di ke djali ç'a më fol. Normalisht befasia për... Cila ka qenë momenti më emocional për ty nga fansat? Edhe si do t'i veçoje fansat e tu? Foli qik për fansat, se ti ke shumë pëlqyeshmëri. Unë nuk i thon fansa se është fjalë e rënd fansës. Ka fansa dashamirët mi, ata që më dojnë mua dhe muzikën teme. Të kemi qenë me Ramonin, është dëshmitar Ramoni me një dasëm kur Nusja dhe Dhondi kanë qenë shumë të mërzitun sepse nuk kanë shku gjana si kanë dasht. Edhe janar të ona më ka thonë dajmë të lutëm, bëllëm ti këthema buzëqeshën se jemi shumë të mërzitun. Edhe kur u kryin dasë, në ardhëm kanë përqaf gjithë faleminderit shumë, është edhe në Instagram, kanë gjarë edhe për mu zlen as parja, as kur gjohish për mu vlen, kur njerës që më thirin dasëm dhe falenderoj shumë, gjithë ata që Maqedoni, Shqipni, Kosovë, kudo që janë shqiptar, kudo që janë, gjithë ato njerë që më thirin mu, e kanë besim të une, s'ka ma mirë që dikush me thonë ma ke knash dasëm ose ma ke knash zemën, halal i ke parat. Po cili ka qenë momenti më humoristik që ke kaluar? E kom kalëzu këta dhe tjeri, i të gjithë që për dërgët e ti. Ishim me një dasëm na, se dhja Angostivar Antetov nuk e majnë men, edhe mund kishin godit Dhondri me nusën. Edhe i babaj të ve ko gjanë ko. A i kish një për amin dhe im lala, po mu më pa kur heq. Edhe unë zakonisht shkojnë punë me orar. Kur shkojnë dasëm shkojnë me orar. Edhe vjen ai te unë më thot, si e bre djalë, mirë, si po kalon, ku është ai këngëtari dhe mlarë që soar? Them valla më ngumu, ai von ka bri, si e parë hiç. Ai ku do tha më kon këtu, tha na marr veç ai më kon këtu, thash valla se di hiç ka është, ai las ka. Tha besë ki tha se kur vjen tha asnjë cent s'ka më pa, tha hiç ta dhe s'ka më knu hiç ta. Ti ja knon thash unë kënaq ka pak tha ti kokë shumë djalë i mirë. Edhe në ato kokë kanë një familje sta to. O, gjobo, kjo është dajm lala, edhe vjen në përçap. Kjo ka qenë
Mjetët, momentet aty, ai se më kish pa kur, vesh ma kish një javë në Ingrati. Po keni momente interesante. Ka shumë. A ka ndodhur ndonjë diçka në avion, se ti u thon shumë. Pasha zonë avion Sidomos gjatë të turbulencat. E ke frikë Jo, udhëtimin? hiç. S'ma merr mendja që ti kesh frikë çdo fundjavë në avion. Ja, hiç, gjatë flaj, pasha zonë hiç. Unë sa ka shkoj i nert. Ne po çfarë do të bëj se kena problem. Si kalove kohën me Covidin? Ke qenë infektuar nga Covidi? Jo, shqyrë zotit jo, dhe pse nuk jam dalë shumë. Ja 2-3 mujtë e parë ka qenë pak depresive, se ishim su me dalë pak, me hes, me bo. Pastaj mora pak me fitness i hupa do kile, ko gjave, që ka qenë shumë më mërzitëm kjo kohë, po i ka pas 2 senet mira pandemija, që une i kam vrejt gjatë pandemis. Një nga ka afru me familje shumë, e dytët a dha një shej që parët, nuk mujnë kur gjo, s'kan vlerë kur gjoj, se ki pas parët në gjep, po s'ki mujtë me hargjit kërkas, se gjithë jam konë të mbyllur. Veç gjonat ushimore. Kështu që në dha dy zotin, në dha 2 shajt mira që familja është e shajt, edhe pare nuk ka vlerë shumë. Në këtë moment të jetës a je i plotësuar, si shpirtërisht ashtu edhe me karriere, financiarishte. A mendon që ja ke arrit qëllimit tënd aty ku ke dashur të jesh? Qëre fama nuk është, ose karriera nuk dush me thonë kurbol, duhet gjithmonë me punu, po besoj që për deri sa unë e varna për kësaj punës, besoj që e kam rrit qëllimin, aty e din Zotin elë dhe ata që më dojnë më unë, jetë një jetë modeste, në varna për muzikët, s'kam diçka në tjetër biznes, kështu që besoj që qëllimin dhe ondrën teme kom realizu. Cili është idulli jot në muzikë? Në muzikë? Ibrahim Tatlisi. Ata kom ngu shumë e kom ngu. Si e gjykon muzikën në këtë ditë? Pasi që ke 20 vite karrierë. Unë jam vetëm kundër ato fjalët e pista që i thojnë në përkongë, sepse thmi tonë duhet rritë me një kulturë pak ku ka fjallor pak ma të pastër, ma traditat tona, ma gjanet tona, për ndryshë muzika është e bu. S'ka muzikë keqe. Çdo të thotë për ty zemrën ti bema. Zemrën ti bema dhe bema, ama zemrën mas jam Hajde na kënoj qika të se kështë qa fare, sinqerisht e kështë qa. Mua më pëlqeu shumë, unë e kam dëgjuar edhe shikuesit jam shumë i bindur që e kanë dëgjuar, po se sa bukur e ka cilë ku i ka shku mendje një herë. Unë remixet i kam bërë gjithë, kom bërë dhe disa më në men, edhe kongën e muzikët se ftyrën e këtë bërë si kokaina. Tani kom bërë, po thot vlla jonë, jam i pasër, kom bërë shumë modern, që edhe kjo me dhuratën, dhe me thonë... I shumë bukur e ke bërë, sinqerisht, mua më ka pëlqejt, ma këndoj që se i ka të trillat e lezetshëm që... Ti tasha, am thira me knua me folë? Po edhe me knua dhe me folë tashin, ku të s'do ta kemi më pali kur do na vi pas një 2-3 vite që është shfrytëzohe, maksimum. Cëllën këta dhuratës me thonë? Po pra mo, hajde. Zemrën ti bima, tjetër kuj mos ja je bima. Bjere ka. Bjere këtu. Po jep jani se s'do del keq. Pa problem. Daim, ku i bën pushimet si zakonisht? Dubai, Maldive, Egjipt. Jo. S'kam pas kohë edhe pse... S'kemi kaq lek. Jo, s'kam pas edhe kohë se gjatë sezonës e tim fort mirë punojmë edhe unë jam gjithë shumë me Kosovën. Kam shku në Turki, jam konë në Amerikë, kam qëtit këgja nuk. Por Fjallë për mu pushim është edhe mund të rri shpit, relaksona, pa stres. Do të thënë nuk është se vuan për këto pregdetet as pak. Për mu më knasë ju më nejtë me shokët e minë në shpit temë, ose me familjen temë më knasë, se sa edhe pushime i rive ka pjesën e vetë, por nuk kem qatë që të mund të mas pushimeve. Cila ka qenë kënga në për koncerte që ke kënduar dhe kur e ke pa publiku që aq shumë e këndon ty të ka emocionuar, të ka motivuar më së shumti? Me ti zemër shumë po më donë. Këtë kongë kur e kënojnë gjithë bashkë me mua, kam edhe kongë tjera që i kënojnë me mua, balada A më dënë që do është punuar nga i madhi Fatmir Muja dhe Vivi Rusi. Ajo balat që në natën e parë që ka dalë ka thy rekordet ajo balat. Dhe jam i 100% i bindur që data 6 do tjetë përsëri datë e suksesshme. I ka Daimi ca data njetë që i ka me sukses. Inshallah është një tim, ja vlen edhe konga që do den me datën 6, me Sonin është projekti i parë për djalin tem. Është një tim që ja vlen fëmiton tangojnë, apo është tim shumë prekse. Do na e sjellësh Sonin në studio? Patjetër, pse jo. Besoj që unë do kisha dashur që t'u kem të tre së bashku.
bashku, ty, Sonin edhe nënën tuaj, të kuptojmë që kjo familje dhuron shumë dashuri dhe është shumë pozitive, sepse Daimi gjithmonë në publik ka dhuruar natyrën e tij më të lumtur. Ne gjithmonë i njohim artistët tanë të buzëqeshur, por duhet ta kuptoni që edhe ato në shtëpi edhe fshin, nuk e di Daimi si qëndron kështu. Ndoshta është nga ato artistë që i hut çorape njëri mbas televizorit, njërin. Jam shumë precis, nuk i... Do me thënë edhe këto kanë jetën private, edhe këto hanë si ne, edhe këto hanë thjesht, nuk është se ne i shohim por gjithmonë, do me thënë kur janë në sken, janë specifik, gjë e cila Daimi këtë vit na doli edhe me Flora Gashin. Po. Ata pati sukseset të ndryshme, i bllokoi skenat, dhe kështu që Daimi nuk do ndalet. Prandaj të dashur artistë të ri të merrni edhe Florën. Patjetër që po. Shpresojmë që edhe Flora na nderon. Besoj që duhet merrni shumë mesazh nga Daimi se suksesi dhe hapat e suksesit kanë kohën e vet. Do të thënë çdo gjenerat ka kohën e vet. Ç'mesazh ke ti për këngëtarët e ri? Keni pak durim, punoni me zemër, mos punoni vetëm për klikime, vetëm për tash këtu do mërish te kjo pjesa e klikimeve. Jo, jam shumë i sinqert, mos e bëni një këngë për me bo, hajt ta bëj se po du më bëj famshëm. Bëni me zemër se ju garantoj se suksesin keni me pas. Tani kur thuat e pjesa e klikimeve, normalisht se emri ndikon shumë në klikime. Po. Apo jo? Imazhi, emri, vitet, karriera. Por ne kemi dëgjuar shumë që edhe i blejnë klikimet. Si jemi në ata të nvenjerve që blejnë klikime, sepse unë edhe kam këngë me 300-400.000 klikime. Kam këngë me 20 milion, kam këngë me 10 milion, absolut heq, kur, që ta ka zënë një mesazh plot shkruajnë edhe me blen me bo as që më intereson e punë, sepse e rre vetëm. Ma mirë i bëj 100.000 ose 50.000 klikime, e di që ka ngu 50.000 herë, sesa mi bë 1 milion. Edhe në realitet se nuk e ka gu askush. Edhe nuk mund të jetë ajo hit. Nuk e preferoj sa. As pak. Por juve keni bashkëpunime të shumta edhe me kompozitorë që ndërto, kompozitori i cili ti bashkëpunon është Roman Kroziu. Që e përshëndesim, që e kemi pas kuintave. Ai sot erdhi për ta shoqëruar Daimin, Daimi gjithmonë ka shoqërues, do me thënë jeton atë jetën e tij të mrekullueshme, a ka dhënë Zoti o vllak, kështu që shijon pafund. Kjo është kur ta jep Zoti. Keni sjell shumë këngë bashkë, sa këngë ka në repertorin tënd? Ma thuaj troç. I keni mbru ndonjëherë? Jo, pasha Zotin nuk e di, se di. E di që me Shaban Rexhepin që përshëndes shumë, e pa të muhabetin në para 2 ditëve, tha për mi se 20 albume, 18-19 albume janë, do më thëmë pa këngë gjirimeve, e pa balladë shtu që nuk i di. A i din të gjitha tekstet e të gjitha këngëve? Ja, s'ka shansë. Nuk ka shansë. Jo, se do s'kal mujt kretë mu pëlqyse dhe na nuk e kemi qëllu ndo vena, po kur e bëjshin albumin e kemi di që 2-3 këngë maksimum kanë mu pëlqy. Kjo është e bukura. Por Daimi njihet edhe për njëri surprizues. Tani do të kthehemi prapë tek emocionet, tek lotët, sepse artistët duhet ta kuptoni që emocionet dhe momentet e tyre më të veçanta e shprehin në lot. 60 vjetori i nënës të Daimit u bë viral edhe në rrjetet sociale, mori surpriza të bukura qoftë edhe nga artistja e madhe shqiptare Shyrete Beluli, e cila respektoi nënën tuaj, e përshëndesim. Faleminderit shumë për respekt. Patjetër, ajo tregoi një shpirt shumë human. Ndërto, ishte edhe poezia që Daimi ja kishte kushtuar nënës të vet. Më thuaj si lindi kjo ide dhe pse përzgjodhe po këtë surprizën e mamit. Ne këtë tani do ta tregojmë edhe në televizor. Non. Çdo ditë e thras këtë emër. O emri më i mirë në botë. I vetmi person i pazavendësueshëm. Oj non e dashur. Urime 60 vjetorin tonë. Falenderoj Zotin e ty që luftove as shumë mos më na lon vetëm. Ti na rrite, ti na edukove, na shkollove, e na mësove që duhet me qenë njeriu i drejtë dhe njeriu i mirë. Nona jam, edhe fëmijët tonë na i ke rrit. Kur ne kemi fletin gjumë, ti e marrë me fëmijët tonë. Qysh brenon që asnjëherë s'tu lodha jo dorë, tu e për kund jepin të natën. Thëshe fleni birë si ju kini me dalën punë. Qysh brenon, njëherë s'dite me thonë jo, po goja jote dhe që po. Nona jam, ndoshta s'na ke dhonë gjithë shka që kemi dashtë, po gjithë shka që ke pas na ke dhonë. Shumë gjana ki përbi për ne, sa lotin e ke dirë për ne, sa sakrificën e ke bo për ne. Ah, bre nona jam.
Me mujt vjetë mija ti kisha dhonë ty, dhe unë i kisha marrë tujat, sepse dëshira jam është që ti t'jeshe pa vdekshme. Edhe po këzona që bi bën gjatë vjetë, po edhe po mërzit na shumë, se një dit ka më marrë malli me thirem një nanë. Shpirti jam, drita jam, fryma jam. Sa her dalt për shpis, e më thu Zoti trujt o birë. Edhe pse tash jam bobur, ka 5 herë në ditë më thirë telefon. E më vetë, a ke mëri mirë, a je mirë, a ke hongër nej se ndjali jam. Sa her jam kequn, ty del loti o i nona jam. Ta ndjen zemra që nuk jam mirë. Kretë të fjallë që ti thash, janë shumë pak për ty. Edhe botën me ta falë i nona jam, nuk më i dalë të hakësh ty. Nuk mi aftojnë orë, ditë, muj, vite, dhe as krejt jeta jame, për të falenderuar për gjithë shka që ki bo për me. Uri me drita syve të mi, gjatë vjetorin. E vetë mja femën, që do t'a dua dhe në frymën e fundit, jeti o i nona jam. Se po më prej këtë pika ma e dopt. Me parmenu që mame i ka bo gjatë 10 vjetë, tu e parmenu që na familjarisht, gjithë familja unë s'ka jetu ma shumë se 70, gjatë e 70, edhe ky fakt që ajo ka bo gjatë vjetë mu më mbrojke shumë. Më mbrojke në ekstrem shumë, se e di që një ditë ka më marrë malë dhe mi athirem një nonës teme, nonë. Edhe thasht, t'ja kueshtoj një poezi për nonën. Thash të pakti ta falenderoj, thash, për gjithë shka që ka bo për ne. Se edhe fëmijët tonë i ka rrit. Ka bo shumë për ne. Që asë njëherë nuk mund është ja paguash. Jo vetëm ti, për të gjithë. Falni. Jo, s'ka gjë. Gjithmonë kur flasim tema të këtilla, emocionet janë ato thash që na ngushëllojnë. E besoj që nonat tona, edhe jotja dhe jemi edhe krejtve, me gjenerata, kanë hekë shumë. Nuk i kanë pas kushtë su tash që i kanë. Apo do ka lo të shandimin, apo do kanë la abor, apo do kanë bo sene. Pes apo do dhe burat i kanë maltretu, nuk i kanë konsideru su Fatkeqësisht. Edhe për ato, e më dhimet shumë nona. Dhe kjo është surpriza që ja bëre mamit. Besoj që ka qenë dita më e bukur jetës të saj. Ajo nuk e ka prit. Jo, se ka prit heq edhe o konë gjë ma e vogle që unë mujtë me bo për to me falendëru për gjithë shka që ka bo për ne. Edhe ki mesazhin të tregoj pastaj edhe në shtë me transmetu për ta vlitë. Pa tjetër, po. Do transmetojmë edhe për publikun dhe e bukura ka qenë edhe shyreti brenda, se shyreti vetëm shyret din të jep. Kjo është më e bukura. Djemë si Daimi dhe prinder të përkushtuar si Daimi tashmë janë pakun të them sinqerisht kërkoj falje për të gjitha emocionet që transmetove dhe për të gjitha lotët, por nëna ndjet krenare kur merr vlerësimin, të paktën kur e shikon që i gjithë mundi i saj, gjitha sakrifica e saj, të gjitha problematika që ka kaluar në jetë, se dua të ndalem pak edhe në një temë që unë dua të marrë mesazhin, sepse njerëzit që janë njerëz mediatik, fytyra publike, mesazhet e tyre kanë shumë vlerë. Dhe femra, akoma e kësaj dite, të paktën femra shqiptare është akoma e shtypur dhe akoma nuk mund të gëzoj respektin e saj si femër. Apo jo, Daim? Asnjë femër nuk meriton mos respekt. Sepse unë kom lind për një femër, ti ke lind për një femër. Ashtu është. Të paktën edhe nëse ajo sillet keq me ty, e largohet dhe leja Zotit, ta i din mas mire, se s'po thëmë që se ka dhe femna të këqia, ka dhe femna të mira. Po, si e thashtë edhe parë, gjenerata e nonës teme tonë, asë gjeneratës kanë qenë ngra në ekstrem shtypne, kanë pas presion prej burri, prej kunatës, prej vjerës. Edhe asë njerë, si u kanë i zoni, në kanë rritë, në kanë buko me dur. Edhe për ato besoj që meritojnë respekt maksimum. Dhe ti këtë gjë e bën më së miri. Inshallah muj me bo. Me ato temë po mundon ai Zoti di nalt.
më nona që nanës tem, ose babës tem, ose familjes tem, mos mi mungu as kur gjo heq. Jem në gjendje këtë vetën me lunë keq, edhe ata mos me mungu as njësa. Të kthejmë pozitivitet, më thuaj sa këndon në shtëpi. Sa këndon në shtëpi? I kam ata 5 minutat e mje kur ti me botush dhe bëj na, tha që e ka bën na, kënën e sen se kryt ma qove na. A je nervos? Nervos bona me shku të mbot pa drësia. Se unë gjithmonë, si në dashuri, si në shushri, si në familje, si gjithka kam dhonë gjithmonë maksimumin. Edhe gjithë kam dhonë një shgënyn. A je gjelos? Tashi goca në gjoni mirë. O gjelos në ekstrem jos, sepse prej moshës 8 vjetë kam jetu në Zvicër edhe jam me mentalitet hapur. Po unë besoj që gjelozi duhet me pas pak, për njerin që dënë duhet me pas pak. Shqiptar më shqiptar dhe që? Ja ty jo që ashtu ekstrem. Nuk luan nga gjaku tani. Jo ekstrem, po e gjelozi duhet me pas. A ka pat momente në për të gjitha mbrëmjet apo dasmat që ti ke bërë në gjithë karrierën tënde të vinë familjarët edhe të falenderojnë për gjithë atmosferën dhe ti emocionuar pa fund. Do me thënë ne ke ndjerë veten sikur nuk e meriton gjithë atë falenderim që po ta japin. Ramani jo dëshmitar, sepse Ramani kam edhe në grupe kam. Po. Unë gjithmonë, kur shkojnë ndasëm, i ndroj ka 2 këmisha. Edhe asë njerë jetën teme... Përgjithsi pa fund. Edhe asë njerë jetën teme nuk e kam bo me hili, hajtë të runa sëtë se njës kam e kënu. Gjithmonë e kam dhonë maksimumin, sepse ata ditën më të mire tjetës të e kam do me mu. Edhe unë është gjoja ma vogër që mu me bo, me javë ka vdasmën. Edhe më ne gjithmonë një pësqeshëm. Me ato teme që ka di une, se gjithmonë e kemi një kufi, gjithë dhe bënë ato që ka di. Ato që ka nuk dimi që më durët. Edhe jam, disa vren jam shumë modest, edhe kur gabaj, e pranoj që kom gabu. Besoj që... Pozitiviteti që ke dhënë, ajo është me ndershmëri dhe me përgjithësi, do me thënë nuk ka të bën embri as pak në punën që ti bën. Dhe kjo është më e bukura. Daim, ne jemi drejt fundit tashmë, unë do ta kisha cilësuar, ne kemi bërë gati të 70 emisione deri tani, dhe ky është emisioni më i bukur që kam bërë, por publiku është dëshmitar që Daimi na ka premtuar që së bashku me nënën e tij nga Zvicra dhe Soni është djali i tij që tani do të bëhet edhe ai VIP më shumë se babi, sepse me datën 6 mars edhe një herë publikojnë këngën e tyre të parë, bashkëpunimin e parë, të më nderoj në studion time, sepse unë për njerëz si Daimi, për artistë si Daimi, që kontribuojnë pa fund dhe pozitivitetin e tyre, ne kemi shumë nevojë, sidomos pas pandemisë, sepse pandemia na ka bllokuar si në emocione, si në përditshmërinë tonë, do me thënë na ka sjellur vetëm negativitet. Dhe ku ka më bukur se të kalosh momente me Daimin, i haron krik hallet. Edhe pse jemi fund muaj që duhet bëjmë pagesa, me Daimin je kështu happy. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit që ke gjetë kohë. Zoti të rojë ty dhe këtë familjen tonë dhe këtë stafin tonë dhe suksese pa fund për këtë emision. Faleminderit shumë, ti meriton më shumë se kaq. Kjo është më e pakta që ne mund të bëjmë për ty. Ti të duan të gjithë shqiptarët dhe ne kemi nderin që të prezantojmë para tyre. Faleminderit shumë, Zoti ju rujt kudo që jeni gjithëve. Të lutem, e meriton. Të dashur shikues, ishte gjitha kjo çfarë ne kishim përgatitur sot. Unë jam shumë i lumtur dhe me këtë pozitivitet dua të mbyll edhe emisionin e kësaj dite. Ne do të takohemi përsëri nesër me të ftuar të tjerë. Ju faleminderit shumë që po na qëndroni besnik në emisionin Një çaj prej shtëpisë. Vazhdoni me Top Estradën sepse Daimi ka prap këngë për të sjellë. Juve e dini që Top Estrada Daimin e ka mëngjes drek dark. Vazhdoni pozitiv, adrenalin dhe qef në familjet tuaja. Deri ditën e ardhshme, miru takofshim.